Aksidentet në sy tek fëmijët nuk janë të rralla dhe në disa raste mund të shkaktojnë dëmtime serioze. Sipas mikëve okulistë, më të prekur janë fëmijët e moshave të vogla, pasi nuk e njohin rrezikun dhe nuk kanë kontroll të plotë mbi lëvizjet e tyre. Fëmia nuk është në kontroll të lëvizjeve që bën 100%, sidomos në moshat që janë më të vogla, më të njohura. Dhe rreziku nuk e njohin. Na paraqiten me këto probleme që me dorën e vet ka gërvishtur syrin e tij. Ose ka qenë duke luajtur në një park apo në breakdance, rëra mund t'i futet në sy. Apo dheu aty tek pjesa e parkut mund të ketë pasur kontakt me syrin. Apo një goditje traumatike, në ato goditje që ne i quajmë kontuzive, pra pa pjesë prerse, qarse, që ato shpeshherë kanë një rrezik dyfish, paraqiten pastaj me ato kimikate që gjenden në shtëpi, qoftë parfumet e njërit nga prindërit. Mjekët okulistë u bëjnë apel prindërve të tregojnë kujdes dhe të mbikëqyrin fëmijët pasi disa dëmtime mund të rrezikojnë edhe shikimin. Monitorimi i fëmisë, zgjedhja e lotrave që mos kenë shumë cepa, mos kenë anë prerse. Pra, mundësisht edhe merr edhe masa caktuara me këto nëpër cepat e tavolinës apo to këndet që janë në shtëpi, që to që janë cepa që fëmia mund pengohet dhe të godas kokën apo lagqov dhe syrin, pra vendosen ca si silikon aty. Në momentin që i marrim këto masa mbrojtëse dhe jemi të kujdesshëm me lodrat, me këto cepat që janë të rrezikshme të gjitha këto, patjetër që risku pastaj minimizohet. Ekspertët e shëndetit theksojnë se pas moshës 5-6 vjeç, fëmijët janë më të ndërgjegjshëm për rreziqet, megjithatë duhet treguar kujdesi vazhdueshëm për të parandaluar aksidentet në sy.